pas polemikave të fundit, duke sqaruar qëndrimin e tij dhe duke kërkuar që familja të mos përfshihet në debatet politike. Ai tha se është mësuar me kritikat ndaj vetes, por e konsideroi të papranueshme që bashkëshortja dhe familja e tij të bëhen objekt sulmesh, duke theksuar se politika duhet të ndalet aty ku nis familja. Aktori shpjegoi se heshti për disa ditë sepse beson se njerëzit dhe miqësia kanë më shumë vlerë se ndarjet politike, por vendosi të flas pasi, sipas tij, u canua dinjiteti i familjes. Ai pranoi se mbështet Partinë Socialiste për shkak të bindjeve të tij të majta, duke theksuar se nuk ka qenë pjesë e strukturave të partisë, nuk ka mbajtur poste dhe nuk ka përfituar privilegje ose tendera shtetëror. Në lidhje me investimin strategjik, Paja sqaroi se ka ndërmjetësuar mes investitorit dhe pronarëve të tokës, më pas është bërë pjesë e kompanisë investuese, por mohoi të ketë përfituar prona ose favore. Në përfundim, ajo bëri thirrje qytetarëve që kundërshtimet politike të mos shndërrohen në sulme personale, duke theksuar rëndësinë e respektit, dialogut dhe mbrojtjes së familjes.